Plaku i çuditshëm ndërpret funeralin. Funerali po zhvillohej në mënyrën më të qetë që mund të imagjinohej. Era e hidhur e luleve të bardha përhapte një aromë të mprehtë mbi të gjithë Varrezën, ndërsa njerëzit u mblodhën rreth arkivolit të mbuluar me një mbulesë të zezë të rëndë. Ishte një ditë e trishtë, dhe lotët e fshehur pas syzeve të diellit reflektuan dhimbjen që mbulonte çdo fytyrë të pranishme. Muzika e qetë e organit dukej se e bënte atmosferën edhe më solemne, dhe heshtja ushtrim mbi çdo hap dhe fjalë të thënë. Por, ndërsa prifti nisi të lexonte lutjet për shpirtin e ndjerë, një zë i papritur e ndërpreu. Zëri vinte nga fundi i Varrezës, i ashpër, i paqartë, dhe për një moment të shkurtër gjithçka u ndal. Njerëzit kthehen në atë drejtim dhe shikuan një burr të moshuar, me flokë të bardhë të çrregullt dhe një shikim të zjarrt që dukej se mund të shihte përtej çdo sekreti. Plaku hapi gojen, dhe heshtja e Varrezës u thellua, të gjithë duke pritur të dëgjonin çfarë do të thoshte. Ky nuk është fundi i asgjëje që ju mendoni, tha Plaku me një zë që dridhi eshtrat. Ajo që keni ardhur të varrosni, nuk ka vdekur. Asgjë nuk është ashtu si duket. Një murmurim i lehtë përshkoi turmën, ndërsa disa të moshuar u përkulën nga frika, dhe të rinjt u shikuan njëri tjetrin me shikime të mbushura me habi dhe dyshim. Askush nuk e njihte burrin. Askush nuk mund të kishte menduar se dikush do të ndërpritej funeralin në këtë mënyrë. Por fjalët e tij kishin një peshë të pazakontë, një peshë që shkunte themelet e besimit të njerëzve, dhe të vërtetës së asaj që mendonin se e dinin. Ndërsa prifti, i shokuar, u përpoq të rikthej qetësinë, Plaku vazhdoi. Ju jeni mbledhur këtu për të varrosur një trup, por ajo që ju nuk e dini është se e vërteta ka qenë e fshehur për shumë vite. Dhe tani po zbulohet. Fjalët e tij ishin të ndara me pauza të gjata që e bënin çdo pjesëmarrës të ndjente një tension të pashpjegueshëm. Një ndjenjë e çuditshme dhe e frikshme përhapi në ajër, sikur ajri i vet funerali po përthithej një sekret të madh, të përbërë nga dhimbje, tradhti dhe mister. Disa nga të pranishmit u larguan duke menduar se Plaku ishte i çmendur, ndërsa të tjerët u mbështetën më fort tek njëri tjetri, të hutuar dhe të tronditur. Por mes turmës, një vajzë e re, me sytë e mbushur me lotë dhe zemrën e rënduar, kuptoi se fjalët e Plakut nuk ishin thjesht fjalë të kota. Një lidhje misterioze e lidhte atë me personin që po varrosej, dhe ajo ndjeu se gjithë e kaluara e familjes së saj do të ndryshonte përgjithmonë. Plaku u afrova më pranë arkivolit dhe u ndal, duke vështruar çdo fytyrë një nga një, sikur të kërkonte diktë të veçantë mes turmës. Ai ngriti dorën dhe me një zë që kishte forcën e rufeve, shpalli. E vërteta nuk mund të fshihet më. E vërteta ka ardhur për të zbuluar gjithçka, dhe askush nuk mund ta ndalojë më. Në atë çast, era u ngrit. Degët e pemëve lëvizën me një tingull të frikshëm, dhe një ndjesje e çuditshme përshkoi secilin të pranishëm. Çdo njeri e kuptoi se ky nuk ishte funeral i zakonshëm. Një sekret i madh, i fshehur pas viteve të heshtjes, sapo kishte filluar të dalë në dritë. Të gjithë prisnin të panjohurin të vazhdonte, por fjalët e tij kishin krijuar një tension që nuk mund të thyhej me asnjë lutje apo shpjegim. Vajza e re, e cila qëndronte ngjitur me nënën e saj, ndjeu një shikim që e ngacmonte thellë, si një kujtesë e një të kaluar të harruar, një kujtim i fshehur që ajo nuk e kishte ndjer kurrë më parë. Unë e di se çfarë keni ardhur të varrosni, tha Plaku, duke bërë që të gjithë të dridheshin. Por ai që mendoni se ka vdekur, nuk ka ikur. Ai është gjithmonë këtu, mes nesh, duke pritur momentin kur e vërteta të dalë në dritë. Një përplasje e brendshme përshkoi turmën. Njerëzit filluan të flisnin mes tyre me zë të ulët, të dyshuar, të friksuar. Por Plakut nuk i interesonin diskutimet e tyre. Ai u drejtua vajzës së re dhe tha: "Ti e di, por nuk ke guxim ta thuash. Ti mban një sekret që mund të ndryshojë gjithçka për familjen tënde dhe për të gjithë këtu. Dhe tani është koha që të mos e fshehesh më." Vajza rëshiti pak prapa, e shokuar dhe e hutuar. Zemra i rrihte me shpejtësi, dhe mendja i mbushur me pyetje pa përgjigje. Si mund të dinte ai? Si mund të njihte sekretin që ajo kishte fshehur gjithë jetën e saj? Një sekret që as nënës së saj nuk i kishte treguar kurrë. Në këtë moment, një burr i vjetër në fund të turmës ngriti zërin. "Çfarë po thua ti? Ky është një funeral, jo një teatr." Por fjalët e tij humbën në heshtjen që Plaku krijoi përreth. Ishte sikur çdo tingull i jashtëm ishte shuar, dhe vetëm zëri i Plakut mbushte ajrin. "E vërteta nuk pyet për kohën, as për vendin," tha Plaku. "Ajo thjesht del. Dhe ajo që do të zbulohet sot, do t'i ndryshojë jetët e secilit që është këtu." Ai ju afrua arkivolit dhe preku, lehtë kapakun me dorën e tij të dridhur, por me një vendosmëri të çuditshme. Tërheqja e dorës së tij zgjoi një ndjesë të çuditshme,
sikur diçka e padukshme po i binte çdo pjesëmarrësi në zemër. Një reze e dritës së diellit goditi fytyrën e vajzës, dhe ajo ndjeu një kujtim të thellë që nuk e kishte kuptuar më parë. Një figurë e njohur, një zë i haruar nga fëmijëria, që i përkiste asaj dhe familjes së saj, por që tani dukej larg dhe i paritshëm. Plaku ngriti syt dhe shpërtheu në një rrëfim të papritur. Jo të gjithë kanë shkuar larg. Disa mbeten mes nesh, duke ndjekur rrugët e fshehura që nuk i shohim, duke pritur kohën e duhur për të dalë në pa. Dhe ai që po varrosni sot, është pjesë e kësaj misteri. Nuk ka vdekur. Nuk keni parë fundin. Turma u shtang. Disa njerëz filluan të qanin me zë të lartë, ndërsa të tjerët shikonin njëri tjetrin me një ndjenjë të thellë frike dhe habie. Vajza, e cila kishte qëndruar e heshtur, ndjeu një nevojë të papritur për të folur, për të thënë atë që kishte mbajtur të fshehur gjithë jetën. Por zëri i saj ngeci në fyt, një ndjenjë frike dhe përgjegjësie e mbante të heshtur. Plaku e kuptoi. Ai buzëqeshi me një mënyrë të çuditshme, gati të hidhur. Ti nuk mund të fshihesh më. Koha e fshehtësive ka mbaruar. Nëse nuk do ta flasësh ti, do të flas unë, dhe atëherë e gjithë e kaluara do të shfaqet në dritë, pavarësisht se ai duan të gjitha apo jo. Një ndjenjë e fortë dridhi çdo person të pranishëm. Ai që kishte menduar se po merrte pjesë në një funeral të zakonshëm, papritmas kuptoi se ishte pjesë e një tregimi që e kalonte çdo imagjinat. Një sekret i fshehur, një e vërtetë e lënë pas, po shfaqej për të gjithë. Dhe ajo që do të ndodhte më pas do të ndryshonte çdo gjë jetën e vajzës, të prindërve të saj, dhe të gjithë të pranishmëve në Varrezë. Të gjithë qëndronin të ngrirë, të shokuar nga fjalët e plakut. Vajza e re e ndjeu se diçka e madhe po ndodhte. Një të kaluar që ishte mbajtur e fshehur po dilte në dritë, duke i zënë të gjithë në befasi. Ajo e dinte, pa e kuptuar plotësisht, se sekreti i saj ishte lidhur ngushtë me personin që po varrosej. Plaku, me zërin e tij të fuqishëm, filloi të rrëfente histori të harruara. Ky trup nuk tregon gjithçka. Ai që po varrosni sot nuk është ai që mendoni. Ai ka jetuar një jetë të dyfisht, një pjesë për ju dhe një pjesë tjetër që kurrë nuk keni ditur. Ai ka fshehur të kaluarën tuaj, fshehur çdo të vërtetë që mund t'ju ndryshonte jetën përgjithmonë. Turma filloi të rrëmohej nga kurreshtja dhe frika. Disa tentuan të largoheshin, por ndonjë forcë e padukshme i mbante të pranishëm. Vajza e re, me sy të mbushur me lot, ju afrua arkivolit dhe pa diçka të pazakontë, një letër të vjetër e fshehur në mbulesën e zi. Ajo e mori me duar të dridhura dhe lexoi me zë të ulët. Nëse po e lexon këtë, e vërteta është më e madhe se gjithçka që ke menduar. Mos e fsheh, sepse një ditë ajo do të zbulohet pavarësisht gjithçkaje. Ai që të do dhe të ka mbrojtur gjithmonë. Një rënkim u dëgjua nga turma. Fjalët në letrën e vjetër, të shkruara me një dorë të njohur, por të panjohur për të gjithë, filluan të hapnin plagët e fshehura të secilit të pranishëm. Çdo person kuptoi se asgjë nuk ishte ashtu siç dukej. Plaku u drejtua për tek vajza. Ti mban çelësin e së vërtetës. Nëse do ta ndalosh këtë, ajo e vërtet do të humbas përgjithmonë. Nëse do ta pranosh, do të shohësh se sa fuqishme është zbulimi i së kaluarës. Vajza e re nuk mund të fshihte emocionet e saj. Zemra i rrite fuqishëm, dhe ajo e kuptoi se kishte ardhur momenti të përballej me të vërtetën. Me një frymarrje të thellë, ajo foli: "Është e vërtetë, unë e di, dhe nuk mund ta fsheh më." Një heshtje e madhe pushtoi Varrezën. Plaku buzëqeshi dhe bëri një hap mbrapa. Tani gjithçka do të bëhet e qartë. Mos harroni, e vërteta nuk shkon kurrë në varr. Ajo gjithmonë gjen rrugën për t'u zbuluar. Në atë çast, një zë i panjohur u dëgjua nga arkivoli. Ishte zëri i personit që të gjithë menduan se kishte vdekur. Ai foli, qartë dhe me forcë: "Po jam ende këtu, dhe kam pasur nevojë që ju të kuptoni se asgjë nuk është thjesht e dukshme. Çdo gjë ka një histori, dhe historia ime tani është e hapur për të gjithë." Turma shpërtheu në frikë dhe habi, disa duke qarë, disa duke u përpjekur të kuptojnë se çfarë ndodhi. Vajza e re mbajti letrën fort në dorë dhe ndjeu një ndjenjë çlirimi, por edhe përgjegjësie. Tani ajo e kuptoi se e vërteta nuk ishte e thjeshtë, ajo ishte e fuqishme dhe mund të ndryshonte gjithçka. Plaku u kthye dhe tha me një zë të qetë, por të fuqishëm: "Kjo është arsyeja pse ju duhet të dëgjoni, të shihni dhe të kuptoni, sepse vetëm duke përballuar të vërtetën, mund të vazhdoni jetën tuaj me sinqeritet dhe pa fshehje. Kushdo që friksohet nga e vërteta, e humbet mundësinë për të qenë i lirë." Funerali, i nisur si një akt i zakonshëm, u kthye në një zbulim dramatik që nuk do të harrohej kurrë.
Të gjithë e dinin se diçka e madhe kishte ndodhur, diçka që do t'i ndryshonte jetët përgjithmonë. Plaku, pa folur më shumë, u largua ngadalë, duke lënë pas një turm të shtangur dhe një vajzë të re, që tani mban çelësin e një të vërtetë të madhe.